në fillim dëshirojmë të shprehim falënderimin ton për kryetarët e komunave që na kanë prit, na kanë mbështet dhe që tashmë janë angazhuar aktivisht në mobilizimin qytetar. Mbështetja dhe bashkëpunimi i tyre institucional janë dëshmi se kjo çështje po trajtohet me seriozitetin më të madh dhe përgjegjësinë që e meriton. Në këto momente vendimtare të zëshme për vendin, dallimet politike bien dhe mbeten vetëm ajo që na bashkon të gjithëve, dinjiteti i Kosovës. Njëkohësisht ftojmë edhe kryetarët e tjerë të komunave që të përfshihen në këtë mision kombëtar dhe patriotik, duke dhënë kontributin e tyre në një moment vendimtar për dinjitetin dhe të ardhmen e Kosovës. Jemi në javën e fundit para një vendimi historik. Me datën 9 të këtij muaji nis faza finale e gjykimit në Hag. Një fazë që nuk ka peshë vetëm juridike, por edhe morale, historike dhe politike për vendin tonë. Kjo javë nuk është thjesht një afat procedural, është java kur fjala e fundit po afrohet. Është java kur Kosova po shihet, po peshohet dhe po gjykohet në sytë e botës. Dhe në këto momente, heshtja nuk është neutralitet, heshtja është mungesë qëndrimi. Prandaj, liria ka emër njofton dhe njëkohësisht fton qytetarët e Kosovës në marshin më të madh që ka parë ndonjëherë vendi ynë, një marsh qytetar paqësor, dinjitoz dhe gjithëpërfshirës, një marsh për drejtësi dhe jo politik, një marsh jo kundër dikujt, por për dinjitetin e Kosovës, për të vërtetën dhe për respektimin e sakrificës mbi cilën është ndërtuar liria jonë. Ky marsh nuk është akt i emocioneve të çastit, është akt vedije kolektive. Është përgjigje qytetare ndaj një procesi që po hyn në fazën e tij më vendimtare. Është mesazh i qartë që Kosova nuk është spektatore e fatit të saj. Ne besojmë se drejtësia nuk mund të jetë shkëputur nga e vërteta historike. Besojmë se proceset juridike nuk mund të lexohen pa kontekst, pa realitetin e asaj se çfarë ka ndodhur, pa agresorin dhe pa viktimën. Dhe besojmë se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë morale të shprehin qëndrimin e tyre në mënyrë paqësore dhe të organizuar. Marshi që po e thurasim është marshi i qytetarëve, është marsh i familjeve, është marsh i të rinjve, intelektualve, punëtorëve, është marsh i veteranëve, atyre që e luftuan, por edhe i gjithë atyre që e mbajnë mend luftën, edhe atyre që jetojnë pas përfundimit të saj. Është marshi një shoqërie që nuk pranon të reduktohet në narrativa të padrejta dhe në heshtje të imponuar. Dëshirojmë të shprehim falënderim të sinqert për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe bashkëdhetarët tanë kudo që janë për përkrahjen e vazhdueshme, pa dallim politike, përkatësie shoqërore apo rajonale. Kjo përkrahje e gjerë, e ardhur nga çdo anë e vendit dhe jo vetëm, është dëshmi se në çështje të dinjitetit kombëtar, Kosova ka ditur gjithmonë e edhe këtë herë do ta dëshmoj se do të jetë e bashkuar. Në këtë javë të fundit, para se fjala të kalojë në sallën e gjyqit, fjala duhet të dëgjohet në sheshet e Kosovës, në Prishtinë. Qetë, denjësisht, por qartë. Drejtësi, jo politik. Liria ka emër do të vazhdoj të informoj publikun për çdo detaj organizativ dhe u bën thirrje të gjithë qytetarëve që t'i bashkohen këtij mobilizimi qytetar me respekt, me dinjitet dhe me vetdije të plotë për peshën e momentit. Kosova marshon sepse është e vetëdijshme për historinë e saj dhe beson në dinjitet dhe në drejtësi. Po, sa i përket liria ka emën dhe kauzës saj nuk ka hasë deri me tani ende në noj pa gatishmëri, pjesëmarrje, qoftë për krahas morale, qoftë për krahas drejt për drejt. Do thotë edhe kjo është një simbolike e asaj që UÇK-ja krejt dyrt i ka hapur edhe është përtej secillit projekt politik ose pikpamje politike. Faleminderit. Jo ftojmë do të thotë në konferencën e radhës, faleminderit shumë, një falënderim i jashtëzakonshëm shkon për mediat, se sa i përket kësaj kauzës gjithmonë kanë qenë afër nesh edhe me dinjitet dhe respekt të ndërsjellë do të thotë e kem ekspozuar ato që është e nevojshme për qytetarinë tonë. Faleminderit shumë.